Zoti për të treguar edhe se si do ta pyes të madhin Isa për shpifjen që I kanë gjetur atij të krishterët, urdhëron e thot: "O idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayni min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Kujtoje o I dashuri ime dhe atë kohë kur Zoti do të thot: "O Isa biri Merjeme, sa ti u ke thënë njerëzve më adhuroni mua dhe nënën time veç Zotit", Isa I do të thot: "Unë të pastroj ty o Zot nga të gjitha të metat, nuk është për mua të them një gjë që s'është e drejtë, në qoftë se unë do ta kisha thënë atë patjetër që ti do ta dije, sepse ti o Zot di gjithçka që është në veten time, kurse unë nuk I di ato të fshehta që janë në veten tënde, sepse ti je I vetmi që di plotësisht gjërat e fshehta." Shpjegime. Pyetje që I madhi Zot do t'i bëjë të madhit Isa ati u ke thënë njerëzve është për t'u mbyllur gojën të krishterëve dhe për t'u nxjerrë në shesh se besimi I tyre është I kot, ndryshe përse duhej të pyeste Zoti kur e dinte që Isai nuk e kishte thënë atë fjalë. Kjo pyetje nuk do të bëhet për të sqaruar ndonjë gjë që nuk e di Zoti, por do të bëhet për t'u treguar të krishterëve me gojën e Isait se ata kanë një besim të kot. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. I madhi Isa vazhdon fjalën: "Unë nuk u kam thënë atyre gjë tjetër veç asaj që m'pate urdhëruar ti që t'u them, adhuroni Zotin që është Zoti juaj e Zoti im." Unë isha dëshmues për ata derisa isha ndër ata, nuk patën thënë të tilla fjalë derisa unë isha ndër ta. Por kur ti më morë shpirtin, ti vetë ke qenë mbikëqyrës mbi ta dhe ti o Zoti je dëshmues I plot mbi gjithçka. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Zot, nëse ti ndëshkon ata për shpifjet e përfajt që kanë bërë, askush nuk mund të thotë gjë, sepse ata janë robët e tu, dhe nëse ti I fal ata, ti o Zot je I vetmi nga dhënjues dhe veprues aty ku duhet. Shpjegime. Fraza dhe në qoftë se I fal ata do të thotë në qoftë se ata bëjnë teube dhe ti I fal, s'ka ndonjë pengim për ty sepse ti je I vetmi nga dhënjues dhe veprues aty ku duhet, ashtu siç është punë me vend të ndëshkohen ata që vdesin mohues, po ashtu është punë me vend edhe të falen ata që bëjnë teube. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Zoti do të thotë kjo ditë është që u sill dobi të vërtet atyre njerëzve që janë të vërtet, për ata ka xhenete poshtë të cilëve rrjedhin lumenj dhe ata do të qëndrojnë aty përgjithmonë. Zoti është I kënaqur prej tyre dhe ata janë të kënaqur prej tij, ja kjo është lumturia e madhe. Zoti për t'ju përgjigjur edhe pyetjes së ndokujt që mund të thotë kush do t'ju ajap besimtarve atë lumturinë e madhe, urdhëron e thotë: Lillahi mulku s-samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pronë e Zotit janë qiej, toka dhe gjithçka që gjendet brenda tyre, ai është plotësisht I pushtetshëm mbi gjithçka. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se Zoti duke përfunduar këtë sure me këtë ajet ka përfshirë në të shumë kuptime të thella, po përshkruajmë disa të pakta prej tyre. 1. Në frazën wa ma fihinna është edhe fjala ma, e cila në gjuhën arabe përdoret për të shënuar qenie pa mendje. Me këtë theksohet se të gjitha krijesat në dorën e Zotit janë të dobishme si të ishin qenie pa shpirt, dituria dhe fuqia e krijesave me shpirt në krahasim me diturinë dhe me fuqinë e Zotit janë sikur të mos jenë fare. 2. Fillimi I kësaj sureje ishte urdhri I Zotit: o besimtar, mbajeni fjalën e lidhur në mes jush dhe Zotit. Në mbarim të sures Zoti thot: pronë e Zotit janë qiejt. Me këtë theksohet se besimtari e plotson punën e tij kështu. Herën e parë ai të kryej detyrat e urdhëruara si njeri, domethënë shariatin, pastaj ai e shkrin veten tërësisht në Zotin, domethënë e sill veten deri në atë shkallë sa të mos I hyjë gjë tjetër në sy veç Zotit dhe të mos ketë në zemër askënd dhe asgjë tjetër veç Zotit. Kësaj pune I thon hakikat që është fundi I punës së besimtarit. 3. Kjo sure e përfshin shumë lloje diturish si tregim dispozitash, detyrash, polemikash me jehudinjtë, me të krishterët e të tjerë. Pastaj për të vërtetuar të gjitha ato që u përmendën, surja përfundon me ajetin në fjalë. Pronë e Zotit janë qiej, toka, domethënë gjithçka që ekziston veç Zotit është krijuar nga Zoti. Ai është zotërues I gjithësisë, ai është shpikës I trupave dhe I shpirtrave, askush nuk ka të drejtë të përzihet në punët e tij e të kundërshtojnë atë. Ai ndaloi shariatin e Musait dhe vuri shariatin e Muhamedit deri në ditën e Kiametit. Ai është krijuesi I Isait dhe I nënës së tij, prandaj s'ka vend që ata të adhurohen, por të adhurohet vetëm krijuesi I fuqiplot.